Në Korçë ka nisur edicioni 14 i kampionatit të fluturimeve Korça Open Air, një nga ngjarjet më të veçanta sportive në vend, që mbledh mbi 50 pilotë nga Shqipëria, rajoni dhe vendet europiane. Për 3 ditë me radhë, qielli i Korçës do të mbushet me ngjyra, adrenalinë dhe emocione përmes garave dhe fluturimeve të lira, me paramotor dhe disiplinës së precizionit të uljes. Eventi po zhvillohet në aerodromin e Lumalasit, i cili ofron kushte të përshtatshme për fluturime të këtij niveli. Ne do ishim shumë të lumtur që të kishim një masivitet akoma më të madh në këtë sport, ose aq më tepër qyteti i Korçës kishte një bërtham me rini, sepse këtu infrastruktura për ta zhvilluar këtë sport është pothuajse gati. Nëse ne në Tiranë vuajmë për kodra servitje, Korça është akoma me përshtatje të jashtëzakonshme me natyrën, ka vende për stërvitje, po ka dhe vende për gara. Kështu që do isha i lumtur që të kishim një bërtham, një klub shumë të fortë në Korçë, sepse Korça e meriton. Në këtë edicion marrin pjesë edhe pilotë të njohur ndërkombëtar si Migjen Shala, pjesë e top listës të fluturimeve europiane, dhe Antonio Zhvalak nga Slovenia, një prej figurave me përvojë në sportet ajrore. Korça është prej vendeve më të preferuara të mia. Më pëlqen qyteti, njerëzit e Korçës janë shumë mikpres dhe vi gjithmonë me kënaqësi më të madhe këtu. Kam nisur të fluturoj me parashut në vitin 1978 dhe në Korçë kam qenë për herë të parë në vitin 2011. Ende vazhdoj të fluturoj, kryesisht me stilet e lira, dhe edhe sot do të gjetem sërish në qiell. Kam marrë pjesë në shumë vende të Shqipërisë dhe kam fituar çmime kampioni në disa shtete të Ballkanit. Do të fluturoj për sa kohë të kem forcë. Kampionati Korça Open Air, tashmë një traditë e konsoliduar, do të transmetohet live në RTS, duke sjellë për publikun spektaklin e fluturimeve mbi qytetin e Korçës dhe malet përreth.